Që aja zlosëm njëri tjetërit, 40 evra, në bujt, ose hajtë se 40, hajtë inshallah për hajtë. Me shqiptar lezinet. U mirë të lexon komente si që edhe patë. Shkën në Arabi. Diçka najse në fetare me dalë këtë, shqiptarit të shkën në Arabi. E kam jetë një me shku në Arabi. Seriosisht. Po përse fore ditë e gjohë dhe agencioni. E gjitha që të agencionin Gashi Travel jeni si me familje tu. Në mese larkë shpije, ka qërë njëri me një vetën si familje, ka lirë, ka kamerata, s'pas në posë shtë, kamerman. Që shkojna se në prezente ka sa hora shkojmë. Zhek po shkojna. Që më ne? Ndikush po martohet, po dikush e ka vendosjoni me ku numre, me që të agencion. Shëndetit gjemot me skuter ju morë. E kam jetë, mi ju ka dhu detaj në detaj. Jena pron Prizren, që ju thash pak ma herës, që kina me shku në Prizren bashkë për qëta, rruga Zahir Paraziti, Gashi Umre Travel. E veçanta pse erdha që se kum dëgju shumë fjalë të mira për udhëheqjen e këtij agencioni. Po du me do me juve me ndesni. Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Të babibi. Se ke arë. E si, deri u vit. Se erdhe. Trujt. Alhamdulillah. Arvedeshëm. Hajde, bismillah. Se në zonë nga fjellë këtë blovin paraprakisht, do më thonë, gjithka nuk është kejtë e kërësru me shpeshene, po se tash e qitë mikrofonin e bënim pak një pashkuqje, në gjemos, se për jo kalëzit që shbohën prejrjet. Shita, mira. Nga, tash jam me të ndërumin Vllai Mergimin. Kjo është udhëheci kësaj agencie. Mergim, selamu alaikum dhe herë. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se ke ardhë. Fjallët mina njëra boll. Gasht, familje, se boshku, e të e që shubol kjo. Pse ju bën, do më thonë, ka zveçantë, se piu shonë për TikTok e Facebook e, çka ju bën ju ka zveçantë? Po e përmenë edhe ti vlla. Slogani jemi një familje na ka bërë që me u bashku me klient, me u bë një familje dhe vetë arsyeja që tash më u bën 2 vjet që klient janë shumë të kënaqur, ka shumë prej atyre që kanë më herët dhe dëshirojnë prapë me ardhë me neve, me përsërit udhëtimin me neve. Kjo po besoj që ndoshta jo që na dallon, po na bën inshallah që me u kanë më komod, që me thonë jemi një familje me tjetër inshallah. Qysh e keni po të arsyeshme që qytetarëve më mundsu me rata, se që kjo më interesoj më shumë ti? Ideja për me bë me këstë mujore u kanë personale eme që shumë vjet duke marrë parasysh unë vetëm kanë për atyre që ka pas që me shku dhe me vizitu Mekën, Medinën, me dhanë Muhammedit alayhis salatu wassalam, selam për i afër, me shiju knatësien. Po ndashta më herët që më kanë kushtet, apo kupton, dhe ajo ëndra e madhe që mia e lësu tjerëve na ka bë me u lumtu me pa ç'a mundemi me bë për tjerë që mia e lësu dhe sot alhamdulillah themi me shumë krenari që jemi agencioni i parë që e ka ofruar me këstë mënyrë të vazhdueshme për ndoshta 1000 klient brana 2 viteve që paguajnë ka 50 euro në muaj dhe me ndihmën e Allahut, Allah subhanahu wa taala pia lecon që më shku me vizitu Mekën, Medinën edhe me pëshu shpirtin në zemër, më thëtë. Gjemota shumë do të mushti me to, a bën ma lirë, a bën për 45 e shqiptari së ta e ko, dhe më thonë, jo ma lirë, a bën ma lirë. E inderum. Po, se s'nita une. Diçka që jam ka pëqy që e keni bo shumë bukur, po për që ta unë nuk ju morë këtë, a lesë dhe pëse kësha po sep, me kompitë me ta bo dikush dhurat umrën, po më prejki që ke emocionale. Më thonë, ju bëni umre dhurat për njerëz që për një mena ashta as angër nuk e shë këtë udhëtim tjetës që pëjnë. Që shkarë si ide dhe që kjo pjesë? Ndoshta të mirat nuk ban me i përmen, sepse dhe kemi bërë për hirtë Allah subhanahu wa taala, po kemi pas do më thonë mënyrat ndryshme të dhurumit të umre fale, për shembull kemi pas nëpërmjet kuizeve islame, mandej nëpërmjet kuizeve që janë bëna për sheshtën, për qytete dhe stafi jonë është, në më thonë të kohën, nuk u lëmtem aty në personave që me të vërtet nuk i kanë kushtet edhe mja u lecu, po që përveç se umrës falin kisha desh me ma shumë me u fokusu të kjo pjesa që
kur është falë, është okej, por nëse e bëjmë një pagesë simbolike që është 50 euro muaj, është edhe edhe ajo i bjen si me u konë falë, se për shembull ne nuk kishim mujt me i dhënë falë për 1000 veta, as unë as kush, apo kupton. Po momentin që na kemi bërë me këste vetëm 50 euro në muaj, atëherë kjo e ka mundësuar që me u zhanu, jo vetëm 1, 2, 5, 10 persona, po alhamdulillah janë bëj 1000 persona që falëndërimi të kanë Allah, do më thonë basë kësaj umrës me këste e kanë shiju knatësinë e qabës. Qa unë po du me folë tash, se është që kjo ma e veçantë e këti njeri, që për mu dhe për ju që po e sheni është njeri me të vërtet i respektueshëm dhe i hajrit që ka mësu Allah me bëllë hajre për dorë, Allah ka dënë, por së është i verbë. Po nuk e ndalën kjo që dikush muni për shembull ose që kjo muni kompleks, që me vazhdu, me jetu, normal si kejtë. Për shembull, ka dikush për ju nësa që thotë ja, s'muj me shku këtë, s'muj me parashit këtë, këto nuk e pengon. Do më thonë sytë që se ka dhënë Allah për desi Allah, sytë e zemrës, apo jo mërgim. Po, blerim, për xhenet synojmë si unë si ti, do më thonë jemi të njëjtë, edhe të dytë kemi një mision pse kemi janë këtë dunja, me adhuru Allah subhanahu wa taala, me synu knatësinë e tina, edhe me punu për knatësinë e tina. Unë shumë kam hezitu, për shembull me marrë pjesë intervista të ndryshme, edhe pse vjet punoj, do më thonë alhamdulillah ka më shumë se 10 vite në radio dhe në televizion, por që si kam dhënë kur fokus diçka që më ka dhënë Allah subhanahu wa taala muna me thënë si dhuratë, kupton, po gjithë ju mundu që këtë dhuratë Allah subhanahu wa taala me kthyn favore të mia, jo me viktimizu vetëm, po me i dhënë favore vetës, do më thonë që alhamdulillah ka sprovu Allah, po çupo na jepi edhe me lejnë Allah kemi janë dalë. Nëse më pyeta e ke dalë, muna me thonë po, alhamdulillah, për agjencionin Gashi Travel, do më thonë është mbrapa një staf i madh, që aty në reklamat që i dëgjoni me zoj jemi një familje, ose ato slogane tjera, ose ato, nuk ka vetëm aq, janë një staf shumë i madh që punojnë që me i dhënë tjerëve knatësi, me i dhënë tjerëve komoditet, dhe për me kjo më ka bërë shumë të lumtur, alhamdulillah, që nëse Allah na ka marrë diçka na ka dhënë dhe tjera, alhamdulillah ma ka dhënë një shoqni shumë gjanë dhe njerëz shumë sinqertë dhe drejtë rreth vetes që mu më bën komod me ecë përpara dhe njëjtën kohë dhe ndoshta shumicën e rasteve me i motivu dhe tjerë që me punu edhe me ecë përpara, inshallah. Edhe një pyetje që po më intereson, kështu mos unë i kesh që s'don mos falë atë. Po njerëzve interesant, që kjo puna me 50 euro? Ka është llogaria ju? Që tash unë nësa punët e halkës gjithë më interesojnë, më interesanta. Dhe punët e mia s'po më interesojnë mua, ku më diç, po që kjo 50 euro ka, qysh, tek, qa fiton një, qa fiton tjetë, ka thëmë së lejtë të në vashka so poriki e tjetë, që në nduh përgjigjë? Na, fillimisht inshallah Allah e mundson me fitu knatësinë e tina, po që du me përmend edhe me falendëru shumë që Team Invest na ka mbështetur në këtë projekt, mund me thonë projekt gjigant. Gashi Travel, Banka Islame, Team Invest na ka mbështetur këtë projekt i cili është shumë i madh. Edhe mundemi me thonë lirisht që Gashi Travel nuk e kish pas mundësinë me financu për më shumë se 1000 klient vetë, po që falënderimi të kanë Allahut, bashkëpunimi janë tuajës shumë mirë dhe klient janë shumë të kënaqur me këtë metodë. Sistemi i ri dhe shërbimi vetëm që ofrohet për agjencionit tonë, do më thonë me bashkëpunim me lehtësim lehtësim shumë i madh besoj. Në bazë asaj që na tregojnë klientat dhe keme pa dhe vetë inshallah gjatë udhëtimit ka tash inshallah që a gozoj këtë me gjiru më rëgjim? A gozoj me kamerën me morë me vete, që dhe mos jetë kamerman? Kamerman e kizët një javë. A të bëllon kjo zëti, e jo? Unë e kërkoj nga ju me konë gjithka transparente, po edhe për qytetarët. Këto pyetje që po të bëjnë ashta mund me konë edhe pa lidhje, po për shumë njerëz është ky rrugtimi i jetës. Në ma që edhe në rahatin, edhe në sigurin, gjithka me shku mirë. Që për me, edhe për ju është reklama me bukur kush klienti. Tash e unë me rëgjim, po edhe ju e gjemot që e kam njët në bo. Unë e kom vendosni me qëtë. E kam njëtë si në kohët babgjyshit.
me ples e me tërë që nëse për ti që nuk e di, a ma bona jo veç për me ples edhe me shku ta ma në kështë shqiptar o muslimanat që pita kësaj? Feja ku mbi bashka din, tap dhe drejtën, kam drejtën me ples atje? Ka nuk e ndalon kërkush. Ma e mira është atje se cili bën ibadetën veti dhe prezanton veten e vet ashtu siç tan, nuk ka ndalesë. Islami është S'ko lidhë dhe më thonë që i shqiptar, që në aty këtë janë mirë. emblema jonë është selam vllaja më është. Paqja, kështu që paqja më mirë se në vendet e shejta nuk mundesh me pa kërkun. Paqen kemi njoftu inshallah kur ta mëson Allahu me shkel atje dhe liresh muna me thonë që kemi njoftu me një dashuri të re. Bano gati me u dashuru se momentin e parë që kemi shku ka me ta lip shpirti zemra me shku dhe me përsërit ato them inshallah. Kështu që me ples pa ples veç Allah ta me. E plisën me ik his, plisën me ik his, me ples ku me shku i përshëndes ta pro që më kanë thonë më shkoni në Arabi, kësmet Allah me ples pa shku se lo, edhe ku m'ju ka zu që ako në Arabi, që ako në këtë vend me ku. Ajo shone s'ko lidhje, së problem, po me ples.